Buhariu ka qenë dietar dhe autoritet në fushën e hadithit pas një dyshim. Ka qenë prej atyre që, siç ka thënë në mënyrë tekstuale personalisht, a thënë, unë i kam memorizuar 100.000 hadithe të sakta dhe 200.000 të tjera të pasakta. Pra, në memorien e tij, imami ka pasur 100.000 hadithe të sakta dhe 200.000 hadithe të tjera të pasakta. Po ashtu ka thënë se sa i kam shkruar hadithe prej më shumë se 1.000 dietarëve. Prej secilit prej tyre kam shkruar të paktën 10.000 hadithe. 1.000 dietar, prej secilit nga 10.000 hadithe, tani mund ta merrni parasysh se sa shumë i është përkushtuar imami hadithet. Prandaj nderuar vëllezër, kur ne flasim për Imam Buhariun dhe kur ne shohim mendimet e të tjerëve për Imam Buhariun, kuptojmë se sa vërtet ka qenë i madh Buhariu.